Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që ky mëngjes të jetë një hap i mbar drejt të gjitha realizimeve tuaja. E siç e shikoni, unë ju pres me një skuadër të ftuarish. Ata janë nxënëse të shkollës së mesme të bashkuar Adem Haxhia në Postrip, të cilët kanë ardhur së bashku me mësuesin e tyre Abenir Bajraktare. Janë pjesëmarrës në Festivalin e Shkencës me një projekt që ka ngjallur interese duke qenë mjaft kompetitiv në këtë festival. Natyrisht përgatitja e mëhershme, pasioni për punën, çdo gjë që përbën një hap serioz në realizimin e një projekti të tillë siç është projekti i tyre i titulluar Smart City, ka bërë që ata të jenë një skuadër që shikohet me mjaft interes si pjesëmarrëse në këtë festival. Është festivali i parë i shkencës që ka evidentuar projektin e tyre, por edhe më herët ata kanë ndërtuar projekte të cilat lidhen me teknologjinë apo me shumë anë të formimit të tyre, duke bërë që jeta e tyre shkollore të jetë e pasur me aktivitete, por edhe me shumë çka që ka të bëjë me formimin e tyre. Dhe unë me shumë kënaqësi dëshiroj t'u lë mikrofonin atyre. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Kënaqësi për ftesën. Faleminderit shumë. Madje e vlerësoj se keni ardhur si një skuadër. Dhe kjo tregon që edhe pse konkurimi për ju ka përfunduar, është kështu, ju përsërijeni si një skuadër. E ndjeni këtë? Ka lënë diçka tek ju një jo thjesht një kujtim, po një ecuri. Në fakt, kjo eksperiencë ishte në mbushje për brenda, çdo gjë që bëhem me arrit me aty ku deshme. Edhe besoj që ja vlejti, edhe pse përfundoi përfat keq këto, besoj që kanë mësuar shumë prej tij. Diçka e mrekullueshme. Emri yt është? Erisa Bibaj, jam maturante e shkollës Adem Haxhia. Sa gjë e bukur kur thuhet maturante. Të duket sikur kalon mes shumë vitesh, shumë ndjesish, por edhe që finalizohet bukur, jo vetëm me këtë, por unë uroj që të keni edhe rezultate mjaft të mira në ecuria, apo jo. Profesor, keni ndërtuar një skuadër të birë, jeni të gjithë në një klasë apo jeni përzgjedhur nga klasa të ndryshme? Jemi të përzgjedhur nga klasa të ndryshme. Një klasë, një skuadër përfaqësuese e shkollës, apo jo? Po, jemi munduar të marrim disa nxënës pothuajse në të gjitha klasat, nxënësi që spikasin në fusha të ndryshme. Dikush janë të gjithë mirë në informatikë, dikush i vjen dora te arkitektura, dikush i vjen dora te puna me dorë, dikush te programimi. Ndaj jemi munduar të realizojmë një skuadër sa më të mirë, të përfaqësojmë në mënyrë sa më dinjitoze të mundshme. Kjo është merita për të ndërtuar një grup, një skuadër kompetitive që natyrisht nuk i trembet syri për të shprehur të gjitha atë përgatitje dhe atë projekt që ju keni ndërtuar, apo jo? E vërtet. Bukur. Smart City. Po. Çfarë do të thotë për ata që nuk e dinë mirë anglisht dhe pse zgjollët ju këtë? Në fakt ishte një projekt i cili Besarta Brace, maturante po ashtu, kur në propozu normalisht nga drejtoria e shkollës dhe nga profesori për festivalin e shkencës, në radhë parë u njoftëm për festivalin, me qenë se ishte hera parë që bëhej në Shqipëri dhe prezantoheshin projekte të tilla për herë të parë në Shqipëri, kërkonin normalisht hapa më të zgjeruar, më të rëndësishëm se sa projekte të tjera, me qenë se ishte një festival shkencash. Normalisht ne ishim gati, me qenë se secili prej nesh është pjesë e grupit Tikut, klubit të Tikut, që është hapur këtë vit në shkollën tonë, një plus shumë i madh normalisht për ne, sepse e kishim më të lehtë në pjesën e programimeve, në pjesën e gjithë ecurisë së projektit, me qenë se me profesorin e kishim realizuar temat dhe më përpara që ishin më plus për ne se sa pjesa programit që përfshinte lënda Tikut. Dhe mendimi jon konkret ishte që të vazhdonim dhe të
zgjidhim një temë që vërtet është reale dhe mund të shërbejë shumë qytetit të Shkodrës, sepse ky është qyteti në cilët ne kalojmë përditshmërinë tonë, jetën po ashtu dhe prindërit tonë, cilët vazhdojnë dhe jetojnë po ashtu në qytetin tonë. Ne donim që të sillim zgjidhje reale që vërtet na shërbejnë neve, të ardhmes dhe normalisht shumë e rëndësishme familjes tonë. Profesor, kishi vështirësi, se besoj se keni pas shumë propozime për normalisht. Atëherë, ne me nxënës kena bëm kanal grupin e teknologjisë të kodimit dhe secili prej nxënësve shpreh mendimet për tema të ndryshme dhe cila na goditi ishte pikërisht tema Smart City. Dhe pastaj u përkushtu me punës dhe filluam në zgjidhjen e këtij projekti. Pse quhet të Besartës Smart City? Kishim disa propozime për normalisht tema tjera, por ajo cilët na spikati më shumë dhe rame një mendim përbashkët me gjithë grupin dhe profesorin, ishte t'ja vendosim Smart City. Meqense projekti jonë është një qytet inteligjent, pra Smart City, qytet inteligjent. Pra që qytetin inteligjent, një qytet vërtet me ndikim shumë real dhe ku ka më mirë se ta quajmë Smart City. Po ku ka të mos jetë Smart City Shkodra? Atë dojmë, shpresojmë. Po ju e vështruat në atë këndvështrimin tuaj, dhe cili ishte ky këndvështrim për të paraqitur Smart City-n tuaj? Këndvështrimi gjithmonë ka të bëjë zakonisht me probleme që qyteti ynë ka. Dhe ne pikërisht nëpërmjet këtij projektit kena realizuar zgjidhjen e disa problemeve që na përfaqëson qyteti i Shkodrës. Dhe jemi munduar ne, me aq sa kemi njohuri dhe aftësi, që disa probleme ne t'i zgjidhim pikërisht nëpërmjet këtij projekti. Po, si i identifikuat këto probleme dhe cilat janë ata në mënyrë që ju të hidhni vështrimin tuaj për zgjidhjen tuaj nëpërmjet këtij problemi, këtij projekti? Besoj nuk ishte aq e vështirë për me identifiku probleme që ne hasim në qytetin e Shkodrës, sepse qyteti jon ka të mirat e veta, por normalisht dojmë ta kemi edhe më të mirë dhe një qytet vërtet inteligjent, një sigurt për ne, sepse ne jemi ardhur nga këtij vendi, mund të themi, dhe mendojmë një jetë të mirë këtu. Dhe problemet që ne identifikuam, ulëm së bashku me grupin, me profesorin, zgjidhnim ato pikat, problem që më të përditshme që ne i hasim çdo ditë në qytetin e Shkodrës. Rrallë parë ishte pjesa e trafikut, që nuk gjejmë një vend parkingu, ishte një problem, një zgjidhje që arritëm shumë efikase për qytetin e Shkodrës. Ishte pjesa e parkingut, cilët nga ekrani ICD dhe 6 sensor që përdorëm infrared, ato mund të paraqisnin në ekranin ICD, në cilët vendet nëse parkingu është i zënë apo është i plot që në momentin e rrugës. Regjia, kemi insertin, ju lutem her pas here ta shfaqni në ekran, sepse ka të bëjë natyrisht me këtë projekt i cili ka tërhequr vëmendja. Edhe siç po thoja, pjesa e parkingut që në momentin e rrugës shoferët mund të shohin nëse parkingu është i zënë apo është plot, që ul normalisht trafikun, ul stresin, po ashtu dhe ndotjen ajrore nga qarkullimi i tepërt në rrugë. Menduam që ishte një problem cilët çdo ditë të hasim prindërit tonë, mund të them, dhe mund të hasim me ne tani pasi jemi një moshë që po vazhdojmë dhe rritemi dhe arritëm një zgjidhje shumë efikase që besoj që i duhet qytetit Shkodrës. Kjo është një ndër zgjidhjet problemet që ju keni evidentuar. Po si mund ta zgjidhni? Ja të flasim dikush tjetër përveç Besartës dhe Erisës. Aroni? Unë kam punuar më shumë në probleme. Quhesh Aron? Aron Halili. Po. Maturanti Shkosa dhe Magjia. Kam punuar më shumë tek energjia. Kjo do të thotë të dritat, të sensorët e dritës, që kur bëhet errësirë ato ndezën dhe kur del drita gjatë ditës, ato fiken. Kjo ndihmon Shkodrën për të ruajtur dhe kërcyer energji dhe ta bëjë ata më efikase. Pra, kaluam në një pikë tjetër, nga parkingu tek ndriçimi. Deri tani keni shigjetuar 2 probleme. Vazhdojmë me probleme të tjera që një tjetër problem ka qenë edhe unë quhem Arlinda Rodaj dhe jam nxënëse e vitit të parë.
Profesor, ja skuadra juaj që përfshin të gjithë. Prandaj ta ceka në fillim skuadra jon ka nxënës pothuajse në të gjitha klasat, përfshi edhe klasat e 10-ta, duke di që projekti ka kanë pjesëmarrja është shumë e bukur për ty Arlinda, apo jo? Po. Dhe vazhdo. Një tjetër problem që kemi hasur ka qenë edhe mungesa ndërgjegjësimit të qytetarëve për hidhjen e mbeturinave në kosha. Siç e dim, koshat janë një burim infeksioni dhe shkaktojnë përhapjen e baktereve. Në studio regjia. Po. Dhe si zgjidhje ne menduam vendosjen e koshave elektronik, që sapo njeriu të afrohet, ai hapet dhe mbyllet automatikisht. Dhe për ndërtimin e tyre përdor sensor ultrasonik. Po dëgjoni këto nxënës se sa bukur kanë evidentuar shumë probleme dhe zgjidhjet e tyre. Do të ndalem më pas tek ato mjeshtrit tuaja që keni ofruar në këtë projekt, por i lëm vendin edhe Emil Çelaj. Po. Një tjetër problem që ne kemi hasur ka qenë rreziku i aksidenteve kur treni kalon në qytet. Për të parandaluar këto aksidente, ne kemi përdorur sensor ultrasonik që e kena vendosur në brendësi të shinave të trenit, normalisht për të kontrolluar barierat. Në momentin që treni afrohet drejt qytetit, këto barierat do të mbyllen dhe kur treni largohet, barierat do të hapen. Kjo në fakt për të ulur aksidente dhe për të rritur sigurinë e qytetarëve. Ja pra, ana humane mbizotron në të gjithë curin. Kemi disa probleme të tjera, kemi edhe 2 apo 3. Po, kemi 8 probleme në fakt. Një ndër problemet që unë kam punuar në të ka qenë mungesa e ajrit të kondicionuar në stacionet e trenave. Pasi shpeshherë në stacionet e trenave mungon ajri i kondicionuar apo dhe kur janë, pajisjet e ventilimit janë dopta. Për me zgjidhur këtë problem, na kanë përdorur një sensor temperature që kanë lidhur me një ekran LCD, i cili paraqet temperaturën aktuale që ndodh në zonën e stacionit trenit. Dhe sa herë që dhonat shkoshin mbi 25 gradë Celsius, sensori jepte sinjalin pajisje ventilimit dhe ndiseshin automatikisht për me stabilizu temperaturat e ambientit në stacionet trenit. Dhe sa herë që temperaturat stabilizoheshin dhe binin poshtë vlerës 25 gradë Celsius, ato fikeshin me një herë. Duke bërë kështë të përvojnë në utarëve më të mirë. Shumë interesante, shumë bukur. Pra, deri tani kemi 5 apo 6 problematika. Lidhen me parkimet, lidhen me ndriçimin, lidhen me koshat e plerave, me sigurinë rrugore, me ajrin e kondicionuar. Po ashtu edhe një tjetër problem mund të themi shumë efikas në qytetin tonë që nuk e gjejmë akoma zgjidhur dhe nuk është një zgjidhje reale që ne akoma e prekim dhe për këtë ne menduam që ta shikonim si problem dhe normalisht ta propozonim si zgjidhje. Sepse është sensor lagështirë që ne kemi përdorur, ne shohim që në Shkodër ujiten pemë pa ditur nëse ata kanë realisht nevojë për ujë, gjë që çon jo vetëm në shpërdorimin e ujit, por dhe në moskujdesin e botës bimore që është shumë e rëndësishme për ne. Normalisht edhe njerëz nuk janë aq shumë kujdesshëm për të ujitur humanisht pemët e qytetit apo dhe me tej. Dhe ne përdorim një sensor lagështirë të cilët dërgon sinjale elektrike në tokë, cilët nëse toka ka arritur kufirin optimal të lagështirës apo është nën kufirin optimal të lagështirës. Kur kemi mbi kufirin optimal të lagështirës, normalisht që nuk aktivizohet ujitja. Dhe kur kemi nën kufirin optimal të lagështirës, pra që toka është të thatë, normalisht aktivizohet automatikisht ujitja dhe kur ka arritur kufiri optimal, ndalon automatikisht ujitja. Gjë që ne na mëson se si të kujdesemi automatikisht ndaj bimeve që mund të shërbejnë të ardhmes pa ndërhyrjen tonë të njerëzve, po ashtu dhe në, siç thamë parë, në kursimin e ujit që është shumë e rëndësishme për ne, me që kemi probleme. Kemi ndonjë problem tjetër? Kemi edhe një. Po, kemi edhe një problem tjetër. Një tjetër problem që identifikuam ne ishte edhe mungesa e identifikimit të institucioneve. Pasi në Shkodër ka nga institucionet më të ndryshme, por nga një herë hasën vështirësi në identifikimin e tyre. Pra, një hartë ku mund të lëvizet për zgjidhjen e problemeve. Për zgjidhjen e problemeve, na propozome përdorjen e një mikrobiti, i cili të paraqet një tekst që na e vendos në vetë, për shembull te shkolla Maketit që na kanë ndërtuar, kanë paraqit mirë se vini në shkollën Adem Haxhia. Edhe një herë ju lutem regjia, mirë se vini në shkollën Adem Haxhia, e cila pas ka vërtet ide të mrekullueshme, thesare, idesh, edhe zgjidhjesh dhe ecuri të bukura
përgatitura në ndërtimin e tyre. Po? Ky monitor elektrik, pra mikrobiti, është i pajisur me sensor ndriçimi dhe sa herë për shembull gjatë ditës që ndriçimi i diellit është i lartë, edhe ndriçimi i monitorit elektrik ndriçon më shumë për me kanë i dallueshëm edhe gjatë ditës. Kurse natën ka një ndriçim normal. 8 pista vrapimi, apo jo profesor? Po edhe një që kanë met, ka kanë edhe pjesa e rregullimit të semaforëve që nuk e cekën nxënësi, që ka të bëjnë gjithmonë me sistemimin edhe me rregullimin e trafikut, edhe kjo është realizuar me Arduino, i cili në mënyrë automatike është i programuar që mos me kriju kaos, por është diçka që funksionon, pra ka të bëjnë pikërisht me semaforën. Sensor, mikrobit, Arduino, e të tjerë, termat të cilët ju tashmë jo vetëm që i keni përvetësuar, por edhe i artikuloni, i manipuloni, do thosha, apo jo? Shiko pak, ky projekti jonë është realizuar pikërisht nëpërmjet një pajisje që është pajisja Arduino, pajisje elektronike, ku kjo funksionon në mënyrë të tillë nëpërmjet sensorëve të ndryshme dhe pastaj kjo programohet edhe pikërisht nëpërmjet të sensorëve ne jena munduar me realizu zgjidhje të ndryshme të projektit jonë. Është diçka interesante, sepse ju së pari keni parë nevojat humane të njerëzve dhe ja keni përshtatur mundësive tuaja dhe njohurive tuaja të thelluara. Profesor, siç po shoh, vërtet të marrësh pjesë në një konkurs është, si thosh, një mobilizim për të punuar ende më fort, por kjo gjë pas ka filluar shumë herët në përgatitjen me nxënësit, apo jo? Ç'është vërtetë, shkolla jonë nuk është keni klubin, a? Po. Keni klubin e kodimit ku një pjesë e nxënësve janë pjesë dhe ne mas orarit mësimor ne realizojmë orë mësimore pikërisht për këto. Gjatë që ne na ka ndihmuar shumë, por shkolla jonë nuk është hera parë që ne marrim pjesë në për konkurse, kemi marrë pjesë edhe në për konkurset e tjera ku jemi përfaqësuar besoj në mënyrën më të mirë. Një ndër to ishte edhe festivali i shkencave ku besoj që jena përfaqësuar në mënyrën më të mirë të mundshme, por që gjithmonë ka vend për përmirësime gjithmonë. Këto pajisje ju i vendosët në një maket. Si e ndërtuat maketin? Normalisht është një maket cili kërkon punë dhe shumë të sepse është një vështrim inxhinierik? Shiko pak diçka tjetër, sepse Erisen është një ndër to që ka dëshirë të vazhdojë arkitekturën edhe që Besarda. Dhe Erisa është një ndër to që ne na ka ndihmuar jashtëzakonisht tek pjesa e maketit. Si ndërtove ti Erisa maketin? Atëherë, në fillim kur profesori na tregoi që kena me bëj një projekt tillë, menjëherë idetë ishin shumë ta. Duke pa në internet për ide, kreativitet, më pëlqyen disa dhe thash pse jo që mos më marrën pjesë në këtë sen. Duke se më pëlqen me vazhdu për këtë dig dhe do të më ndihmonte shumë për me zhvillu përvojën time. Edhe fillova me ndërtimin e disa e një shkolle, një spitali edhe një lokal kofi. Më pas ndërtuat një qytet? Po, ndërtuam një qytet, filluam me rrugët. Po, filluam me rrugët, që ndërtuam një edhe trotuaret e këtyre rrugëve, me pas parkun, të cilët kemi vendosur edhe një kub inspirues për fëmijët, i cili është i pajisur me drita LED. Edhe detajet të tjera të cilët e bën këtë maket më të bukur. E punove me pasion apo kishe një përkushtim emocional sa që shpesh herë dhe duart të dridheshin? Janë pjesë e curisë apo jo? Normalisht, po. Po, normalisht. Në fakt, unë ndjeva shumë mirë gjatë realizimit të projekti. Bëna me shumë dëshirë, se janë gjëra që më pëlqejnë, dhe gjëra që më pëlqejnë bëjmë me dëshirë të madhe. Në realizimin e maketit ka edhe diçka tjetër, sepse pjesa e maketit ka të bëjë gjithmonë me distancat, me mallësinë dhe besoj Erisa e ka realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse nuk është gjë vetëm të ndërtojmë ndërtesa, por të kanë me kanë raport me mallësinë dhe me atë që ne kemi realizuar. Keni bërë një para konkurs për degën e arkitekturës dhe ky ka rezultuar
Ky hap ka rezultuar me shumë sukses. Prandaj pjesa jonë e grupit nuk është vetëm pjesa e arkitekturës, por është pjesa e programimit që minërtohesh edhe Aroni. Futemi në me duar përveshur. Por ajo që më pëlqen shumë është ndjeshmëria humane ndaj problematikave e më pas duke mbështetur njohuritë tuaja jeni filluar për të gjetur zgjidhje. Ka qenë një proces i gjatë? Keni punuar shumë? Besoj që po, është një projekt i cili kërkon vërtet kohë intensive, shumë punë, sepse për të arritur në përfundimin e këtij projekti, normalisht gjithë kësaj pune që ne kemi bë, duhet punë, duhet përkushtim, por normalisht e profesorit që ka qenë një ndihmë shumë e madhe për ne dhe Natyrisht. e falenderoj në këtë rast. Na ka ndihmuar shumë edhe besoj që gjithë puna jonë ka qenë më e lehtë, është gjysma rrugës kur ke një profesor të mirë në krah. Na ka ndihmuar shumë. Po, normalisht po. Suksesi i grupit tonë. Suksesi i grupit tonë ka qenë bashkëpunimi. Shikoni pak se në momentin që ne bëjmë një projekt tillë, ka edhe problematikat e veta, por puna në grup është çelësi që ne na ka bërë me ecë përpara. Bashkëpunimi dhe përkushtimi i secilit nxënës na ka bërë që ne të jemi këtu ku jemi sot. Unë kuptoj, grupi i WhatsAppit ka funksionuar perfekt, deri në orët e vona. Ende zgjuhje ti, për shembull Arlinda. Po, unë po punoj për kalkulimin e një koshi aty që do ta vendosi edhe do të më japi sinjalet e veta. Kështu? Është kështu apo jo? Si? Kështu ka funksionuar edhe ndërtimin e detajet vogla shkote ora shumë vonë, ala të punu me ta. Jena përkushtuar shumë këtë projekt, me të thënë drejtën. Që të bukur mbani mend gjatë kësaj marrëdhënie me njëri tjetrin. Heni. Ne majmën shumë mirë kur ne kena pa që pajisit po funksiononin, dhe me thanë puna jonë, ide tona kishin dalë në pas dhe ishte një sukses shumë i madh për ne. Por ju ishit një skuadër që ishit në pistën e vrapimit me ritëm të fuqishëm, sepse faza e parë e këtij konkurimi ishte mes shkollës. Dhe shkolla, siç kam informim, ka pasur edhe projekte të tjera, apo jo? Po, festivali ka qenë në rang shkollat fillimisht, ku kanë marrë pjesë të mësuesët të shkencave, një në to ka qenë edhe projekti ynë, por që ne kena sjell projekte goxha dinjitoze, jo vetëm projekti jonë, por edhe mësuesat e tjerë kanë punuar me përkushtim dhe kanë realizuar seriozisht diçka shumë të bukur. Në çfarë tematikash kanë qenë projektet e tjera? Ka qenë projekti i matematikës me mësuese Lumin që ka realizuar ajo një maket që ka të bënë pikërisht me këto distancat, por që edhe ajo ka punuar goxha mirë. Ka qenë përshëndesim profesor Petriti, edhe profesor Petriti në lëndën e biologjisë ka realizuar disa përdjegjen e brendshme të këtyre, por që edhe ajo ka qenë goxha interesant. Përshëndetje, plot respekt. Edhe Zysh Djana, edhe ajo ka bë që kanë qenë 2 projekte fituese që ka të bënë pikërisht me urën e mesit, me panelet fotovoltaike, ka qenë një rast studimi që edhe ajo është përfaqësuar në respekt për ju mësuese Djana. Që është përfaqësuar në mënyrë dinjitoze edhe tek festivali i shkencës, po ashtu edhe Zysh Emrieta, edhe ajo ka paraqitur në lëndën e kimisë një projekt goxha interesant që ka zgjuar interes tek nxënësit. Por 2 projektet fitues. Përshëndetje për të gjithë mësuesit edhe mësuese Emirietët. Kjo do të thotë që shkolla juaj pas ka zier nga kreativiteti, realizimet, besoj edhe një atmosferë shumë e bukur puna, apo jo? Pikërisht janë projektet ato që i zgjojnë nxënësit edhe i bëjnë përmes përpara, pikërisht nëpërmjet projekteve ne mësojmë jashtëzakonisht shumë, sepse nxënësit e gjen veten aty. Ndoshta nëse ne i japim një mësim ka shumë vështirë, por tek projektet secili prej tyre e gjen veten, angazhohet në mënyrën maksimale, po i jep ide që mbi të gjitha janë ide. Ne marrim ide nga nxënësit që ne nuk e mendojmë asnjëherë. Edhe nëpërmjet pikërisht nëpërmjet të ideve ne mund ta zhvillojmë. Dhe ju u zgjodhët, u përzgjodhët nga shkolla që të merrnit pjesë në rang zëvahaje. Tashti,
nga kjo përzjedhje deri që shkuat në konkurimin në mjet shkollave të tjera. I shtuat ndonjë gjë projektit tuaj apo e lata ashtu fix? Jemi rehat. Jo, ne puna vazhdoi përsëri në pjesën e fazë 2. Faza parë përfundoi shumë mirë brenda shkollës, sepse normalisht konkurenca ishte goxha në shkollë, sepse ishin projekte shumë të mira, ofronin produkte shumë të favorshme, por besoj që në fazën e dytë menduam të sillim diçka normalisht që është një hap që kërkon në festivali i shkencës, diçka më normalisht më inovative për të ardhmen, ishte paneli diellor që ne shtuam tek pjesa e parkingut, që normalisht na ndihmonte në pjesën e që nëpërmjet energjisë diellore të karikonin makinat që ndodhen në parking. Pra, të hynë në parking, por karikon edhe makinat nëpërmjet energjisë diellore. Një zgjidhje shumë efikase për të ardhmen dhe normalisht për qytetin e Shkodrës. E kemi pasuruar në një dimension. Një element tjetër, po shumë të rëndësishëm. Bukur, shkohet atje, të armatosur tashmë me 8 zgjidhje fantastike dhe besoj se unë ndjehet si pa trembur. Apo jo, profesor? Po, besoj në përfaqësim mënyrë më të mirë, ishte një konkurrencë goxha fort, secila shkollë kishte ide jashtëzakonisht mira, mua më pëlqeu, edhe këto nxënës ishin pjesëmarrës, besoj që fitoi më i miri. Ju keni parë edhe shokët tuaj të shkollave të tjera, jeni interesuar se çfarë kanë vështruar ata në këndin e tyre? Normalisht që po, ne edhe pse ishim konkurrent mes njëri tjetrit, besoj konkurenca ishte në mes sallës që ne do prezantonin. Ishte shumë kënaqësi që të ishim pjesë e festivalit. Normalisht ishte gjithë përkushtimi që ne, sepse jemi edhe maturantë dhe kërkon përkushtim në mësime, por besoj që mësuam shumë nga ky projekt dhe arritëm të merrnim mësime shumë të rëndësishme që vërtet na duhen për të ardhmen. Kishte konkurrencë, por besoj që ju bani përshtypje ndonjë prej pa thënë emrin e shkollës, ndonjë këndvështrim, zgjidhje në festivalin e shkencave? Secili kishte zgjidhje të veta, zgjidhje të cilët i këndvështronin në mënyra të ndryshme, arritëm të shikonim, të provonim shumë projekte të cilët i kishin sjellur, por po tek ju erdhën të tjerë? Patjetër që po, patjetër që po. Normalisht kishte shumë kërkesë që donin të informojmë shumë rreth çfarë ne kemi paraqitur në projekt, sepse ishte një projekt që me përmasa të shumë të rëndësishme dhe si dërgohet atje. Një projekt vërtet që me përmasa të mëdha, por besoj që grupi po vjen projekti, kështu ishte. Kishim shumë kënaqësi të prezantojmë një projekt tillë vërtet. Arlinda është në vitin e parë. Besoj se ke marrë një frymëzim në hapat tuaja, apo jo, Arlinda? Po. Si të zhdukur veta krahas maturantëve? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur ky projekt, edhe kam mësuar shumë prej grupit. Keni mësuar shumë nga njëri tjetri. Kjo është. Qeli si që njëna ka bërë me përpara, unë cek edhe fillimisht ka qenë puna në grup bashkëpunimi. Kjo na bën që ne të ecim përpara. Që shumë e bukur. Të punosh në grup, do thotë të marrësh dhe të japësh ide, të ndjehesh mirë dhe të komunikosh lirshëm me atë çfarë ti merr, me atë çfarë ti mendon dhe si mendojnë të tjerët. Festivali pati finalen këtu në zyrën vendore të arsimit parauniversitar në Shkodër me pjesëmarrje të 12 apo 14, nuk e di mirë. 14 shkolla, 23 projekte, që do të thotë, pothuajse secila prej shkollave ka paraqitur 2 projekte të shkolla juaj, po ashtu. Edhe jeni ndjerë mirë, po mirë, mbaroj. Si e kthyet projektin? Atë dashuri që i kishin gratuar prej kohësh, edhe e vendosët përsëri në shkollë?
Ne qëllimi në kryesor për të shkuar festivali ishte të paraqiteshim në mënyrë dinjitoze dhe besoj që ja dolëm shumë mirë për të arritur një prezantim shumë dinjitoz dhe juria për të kuptuar normalisht edhe nxënësit sepse mësojmë nga njëri tjetri në konkurse të tilla. Të kuptoni se çfarë ne do të paraqesim dhe ishte një zgjidhje që shumë e kuptueshme se çfarë ne do të paraqesim. E menduan të tillë që ndoshta mos rëmbenin vendin e parë projekti jonë. Normalisht vendin e parë, se kuptoj pse s'ka. Po përsëri e ndjenim fitore brenda vetes sepse kemi mësuar më shumë se një çmim. Dhe ajo ishte shumë e rëndësishme për ne. Ndjenim përsëri pak keqardhje si nuk ishim në vend të parë, por përsëri them që arritëm në shkollë, diskutuam dhe normalisht falendruam për njëri tjetrin për gjithë bashkëpunimin që kemi dhënë në këtë projekt. Gjithmonë ka vend për përmirësim edhe projekti jon besoj se do vazhdohet, besoj që ne diçka njërisi që ne ndoshta nuk e kemi realizuar, ka më kanë integrimi i inteligjencës artificiale dhe në çdo kohë, në çdo cep të qytetit ne mund të jena të informuar pikërisht për aktualitetin, se çfarë ndodh, se është temperatura. Kjo është e mrekullueshme. Ju nuk mbyllet asgjë. E keni lënë të hapur. Është diçka hapur që duke integruar pikërisht inteligjencën artificiale, besoj që ne do të realizojmë diçka shumë të bukur në vazhdim. Po mirë, gjithë të projekte, gjithë ky projekt me 8-9 shina një herësh, çfarë vëmendje solli tek ata që mund ta zbatojnë, sepse ju nuk e bëni thjesht si një ushtrim gjimnastike, ju e bëni si një zgjidhje që mund të ofrohet në një moment, qoftë edhe në një prej sektorëve. Mund mos jenë të gjitha, apo sa gjë e bukur është të shkosh në parking, apo drita të ndezen, apo të lajmërohesh te koshi i mbeturinave. Kjo është fantastike. Besoj që projekti jon kishte më zgjuar një interes tek pjesa e bashkisë, pavarësisht që nuk ishte pjesë e jurisë, mendosha që do ishte aty dhe do kishte një ide të mirë për atë që ne kemi zile që të ngëllon, a? Prandaj unë do ta shihsha të arsyeshme që ta hedhë një sy pikërisht te projekti jon është goxha, sepse projekti jon gjitha këto mund të aplikohen në jetën tonë përditshme. Kjo është vëmendje. E po sa ide ka kjo Shkodra jone mrekullueshme, të cilën e kërkojnë gjithmonë vëmendje. Mirë. Unë e di që kjo ka qenë një periudhë shumë intensive për ju, me ndjenja të bukura, me vrapim drejt destinacioneve që ju kishti përcaktuar, sepse çdo ditë kishte nga një pikë për të realizuar. Çdo ditë del një sfidë re. Mirë, asgjë nuk ka përfunduar. Çdo gjë vazhdon. Meqense shumica prej jush jeni maturant. Jeni në çfarë klase jete? Maturante, po. A hedh ky projekt një farë dashurie për ecurin tuaj të më pasme? Dhe ose çfarë bagazhi ju jep ai me vete kudo që të vazhdoni rrugtimin tuaj? Ashtu siç tha profesori, secili ishte përfshirë në mënyra ndryshme në këtë projekt, siç ishte në pjesërisë në pjesën e dizajnit, po ashtu dhonë që ishin bashkëpunim me njëra tjetrën apo haronin pjesën e kodimit, ishim të përfshirë në degë të ndryshme, por që sillte një produkt final të mirë që na përfaqësonte secilin. Normalisht që na mësoi shumë, përfituam, na formoi dhe pse ja na nxit dha dëshirën për të filluar në të ardhmen dhe për ta shikuar si opsion për një kohë, cilët normalisht na ka marrë një kohë shkurt për zgjedhje, por është ndërto. Po. Me të drejtën ky projekt normal që ishte i bagazh i madh për ne, se arritëm të nxjerrim pa ata vlera që kishte marrë nesh. Se shpesh ju trokisni profesor dhe gjërat mbin, dalin në sipërfaqe. Ose shpesh herë deri më tash ndoshta nuk i kanë njoh disa talente ose aftësi që na kanë pas, por projekti janë kanë ata që na i kanë nxjerrë në pak të projekt. Ta vlerë. Aron? Më shumë tek afrojo pak. Më shumë tek kodimi që më ka dalë pak si probleme, sepse në takat e mënej deri vonë për të ne duke të koduar. Me kanë ndihmuar edhe shumë profesori, gjithashtu shumë faleminderit profesor, për
kodimit. Diçka që ka ndodhur është deri në 2 të natës që më Po takoj. sa më si ora 2 është e mrekullueshme. Unë e kam vizituar vazhdimisht sa kam qenë nxënëse studente. Është gjë e mrekullueshme. Isha edhe afër S'ka gjumë, kur ka pasion. Vetëm kur më qenë nëna për të quar për syfyr. Edhe shumë qesharake, po Siper, s'ka nevojë. Jam i ngopur. S'ka nevojë për të quar. Gjë shumë e bukur, gjë shumë e bukur. Eni? Ky projekt në fakt na ka informuar shumë, na ka dhënë një bagazh shumë të madh për të ardhmen, besoj sepse në fillimet e para të këtij projekti kemi qenë personalisht pa njohur e pa ditur në disa realizime që do të bëheshin, por në fakt kemi mësuar shumë dhe tani do të thënë që e krahasoj veten me para këtij projekti dhe pas këtij projekti, shoh që jemi rritur shumë. Bravo, po kështu edhe Arlinda, e cila është në vazhdimsi të gjimnazit. Tani, natyrisht, ne jemi njerëz që kemi shumë dëshirë për të shprehur mirënjohje. Natyrisht, gjatë këtij rrugtimi kemi një pasur mbështetje në shkollë, nuk kanë qenë indiferent, as nga drejtoria, as nga mësuesit e tjerë, apo jo. Keni natyrisht diçka për të thënë për mbështetjen që u është dhënë? Normalisht që po gjejmë normalisht rastin në mënyrë drejt për drejt. Falenderojmë shumë me drejtorinë e shkollës, Zysh Edliren dhe Zysh Elviren, që është nëndrejtëresh në këtë rast, dhe gjithë stafin e mësuesve të shkollës Adem Haxhia. Vërtet janë një mbështetje shumë e madhe për ne dhe kushtojnë shumë punë, shumë kohë në mënyrë që ne të arrijmë të prezantohemi në mënyrë dinjitoze. Normalisht është edhe puna që ne përkushtimi që ne drejtojmë në këtë projekte, por si shtame mësuesi, bashkëpunimi mes një tjetrit është çelësi i suksesit, dhe besoj që këtë çelësi ne e kemi. Bravo, profesor. Patjetër që festivali i parë i shkencës do t'jetë edhe në historinë e shkollës me maketin që ju keni realizuar, por edhe me këtë skuadër e cila patjetër do të ketë rrugtime të mëpasme në formimin e tyre. Po ju do t'jeni ai profesori që i keni motivu, i keni frymëzu, i keni dhënë ato njohuritë më të veçanta rreth kodimit, rreth lanës suaj dhe e keni bërë që ta dashurojnë këtë lëndë dhe këtë drejtim i cili është shumë bashkëkohor, apo jo? Unë seriozisht, unë duhet t'i falenderoj secilin nxënës për punën, për bashkëpunimin, për çdo gjë që kanë realizuar, prindit për mbështetjen që kanë bë në orë të vonat, orar pa orar, por në fundit është kënaqësi kur merr si frot atë që ne dëshirojmë. Kjo është e gjitha. Dhe me qënë se jemi në mëngjesin e falenderimeve, u dua t'ju përgëzoj që erdhët sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe keni ardhur si skuadër, e vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Jeni përgjigjur me një herë ftesës sime dhe uroj që kjo ecuri të jetë frymëzuese në të gjithë hapat që ju do të hidhni. Respekt shumë për punën që bëhet në shkollën tuaj, në shkollën e mesme të bashkuar Adem Haxhia në Postri, për stafin, sepse për ndryshe nuk do t'ishte kjo përgatitje e nxënësve. Respekt për ju, profesor. Faleminderit për ftesën. Mbarësi dhe suksese gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.